Përmes një letre publike, studentët kërkojnë një solidaritet dhe përkrahje nga profesorët e tyre, siç thonë, për një çështje që lidhet drejt për drejt me respektimin e të drejtave të garantuara me kushtetues dhe ligj, konkretisht mundësinë për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Rrugtimi ynë akademik, siç thonë studentët, na ka bashkuar në momente krenarie, kujtimet e bukura studentore, por edhe sfida të përbashkëta. Sot gjendemi përballë një sfide të këtillë, ku mbështetja dhe zëri juaj janë të domosdoshëm për ne. Unionet e studentëve në Universitetin e Tetovës, Universitetin e Evropës Juglindore dhe Universitetin Nën Tereza janë bashkuar për të kërkuar një të drejtë që na takon me kushtetues dhe ligj, por që për vite me radhë u mohohet kolegëve tanë nga fakulteti juridik, mundësinë për dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Në letrën publike, gjithashtu thuhet se duke parë politizimin, refuzimin dhe pengesat që u paraqiten, 3 unionet e studentëve kanë thirrur protestë më 6 prill ora 12:30 në Shkup, duke filluar marshutën nga ura e Gurit. Mbështetja juaj e çmuar nuk ka munguar asnjëherë, thonë studentët. Prandaj shprehen të bindur se profesorët universitar edhe kësaj radhe do të qëndrojnë pranë tyre, jo vetëm në kampuset universitare, por edhe përmes një mbështetje publike dhe pjesëmarrjes në ditën e protestës.